Gripi i shpendëve në Shqipëri rriti me 5 lekë, çmimi në vezëve u azgjësuan 430.000 pula. Influenca aviare H5N1 po ndikon negativisht në tregun e vezëve. Tashmë ky produkt tek fermerët kushton prej ditës së sotme 5 lekë më tepër. Tek stabilimentet e pularive, gripi i shpendëve ka qenë më agresiv sesa tek fermat e fshatarëve. Gripi i shpendëve në Shqipëri ka sjell edhe rritje të çmimit të vezëve. Azgjësimi 430.000 krerëve të pulave ka bërë që një kokër vezë për konsumatorin të kushtoj 66.6% më tepër e përkthyer në para, do të thotë 10 lekë më shumë. Po për ekspertët e bujqësisë, ky ndryshim çmimi është abuziv nga tregtarët. Është një rritje pa justifikuar sepse ne kemi 7 milion krerë dhe 5 milion prej tyre janë për prodhim vezësh. Mendoj se kjo ka të bëjë me vendosjen e monopoleve në këtë treg të Shqipërisë. Ka shumë pak kompani që merren me importin e eksportin e tyre dhe kjo e bën të lehtë vendosjen e çmimit nga këto kompani, tha Ndoc Faslia, ekspert bujqësie. Azgjësimi 430.000 krerëve pula deri më tani nuk ka sjell mungesë të këtij produkti në markete. Atëherë në vend ndërhyn nga Ministria e Bujqësisë për të zbutur kostot e prodhimit apo për të marrë masa për zëvendësimin e këtyre shpendëve, por sot nuk jemi në këtë fazë pasi dëmi është shumë i vogël, ka thënë një ekspert i bujqësisë. Kjo nuk është një situatë e re për biznesin e pularive dhe as për konsumatorin. Në vitin 2022, si pasojë e gripit të shpendëve, u azgjësuan 500.000 pula. Në atë kohë, një kokër vezë në markete kapi vlerën e 30 lekëve, ndërsa veza e fshatit 50 lekë.